Mirëmëngjes. Mirë dita, mirë mbrëma, nuk ka rëndësi se çfarë po bëni. Mirë se vini. Let's talk about your ex. Sot është e mërkurë dhe kam vendosur që të shkoj në zyrë. Pas një kohë shumë të gjatë që nuk kam qenë atje. Ora është 7:30. Kisha planifikuar që të çojmë në 7. Por nuk e dola. Nuk kam pasur një javë kreative, kam qenë shumë e lodhur dhe të them të drejtën, po e mendoja të postoja apo jo në YouTube, po nga që nuk postoja javës që kaloi, thash këtë javë do bësh çmos dhe do postosh. Çfarë gjendje kemi këtu? Është një fytyrë e fryrë nga përgjumësia, sepse unë nëse nuk flej orët që duhet unë fryem kudo, jo vetëm në fytyrë, edhe në trup. Kam syt shumë të lodhura. Më mirë këtu, Në fakt, unë sot kisha vendosur që të vishja mëngë të shkurtra, por sa po hapa weather dhe pash që moti të jetë me shi. 19 gradë me shi. Që do të thotë që do jetë ftohtë. Kështu që duhet të gjej një bluzë mëngë të gjata. Dushi mori pak më shumë kohë se që unë e llogarita dhe ora është 8:30 dhe unë sapo kujtova që unë kam meeting në 9:30 dhe më mërzit në do të shkoj në punë. Kam kohë të merr me totalisht kokën, do i bëj pak si me onde duke qenë se është dhe shi dhe këtë pjesën lart të kap. Si gjithmonë për çdo produkt që ne përdorim falenderojmë Meltën. Ky do ju tregoj foto diku, sepse siç shikoni ka shumë letra. Ky është Silk Infusion, që nuk e di çfarë bën, por më mban flokët super dhe këtë e mila ma tregoj në Portugali. Thjesht vendos pak në duar, i fërkon, dhe pastaj i e vën nëpër flok. Dhe styling man forever, nëse bën këtë një herë, pastaj i stilon. Më skuq këtu, duhet të shqetësohem. Okej, kjo duhet bërë dhe një herë. Por kjo është kryeri im që kam blerë në Temu që të fus flokët të brënda, por në këtë situatë kam përshtypjen që flokët nuk kanë dhe shumë shpëtim. Të bërë dhe një herë, është më me kam se së këtë herë, së bërë të kam së më bësë kjo është shumë mirë. Tani aq sa mirë mund të shkoj. Dhe jam shumë minimale sot, se më drejtën se përtoj. Një tinamit e zinc nga The Ordinary. Fytyra ime është skandalosisht keq. Kështu qëra si këto ka shumë vite që nuk kanë dalë, se po testoj këtë të Alpha H, është Daily Essential Moisturizer dhe ka 50 SPF. Por e keqja e kësaj më pëlqen, por e keqja e kësaj është që nuk duhet të vesh shumë, sepse po vure më shumë, bëhesh si statuj dylli dhe vetëm shkëlqen, që nuk më pëlqen, sepse unë dua që të vë një sasi të bollshme SPF-je në fytyrë. Më pëlqen shumë background deri në tualetin tim. True Skin të Catrice. Mendoj që për çmimin që ka është shumë i mirë. Mirta. Thot që vendos një herë ku do të vendosësh këtë concealerin dhe të thahet pak, edhe do ketë mbulim më të lartë se sa pa unë vej pak të balli se e kam pak të kuq, apo ta vesh edhe të hapësh direkt. Concealerimi im, dhe tani, unë kam zbuluar në tek esenca këto
Djupset. Ky është Bright Eyes Under Eye Stick, edhe unë e vendos gjithmonë së fundmi poshtë syut. Janë lidhur cakët e Janë lidhur cakët e Që syrit më brighten up. Unë kam një problem, sepse po shikoja orën të sigurisht që jam vonë. Unë kam një problem me llogaritjen e të hap këtu. Me llogaritjen e kohës, sa kohë më kam mbetur, për sa kohë duhet bëjmë gati, më duket sikur gjithmonë kam kohë, kam kohë, dhe kur vjen momenti si që është tani për shembull, sigurisht që nuk kam kohë. E mbani mendsi ishte kjo, jam pasqyrë prandaj nuk shkoj. Është shumë e vështirë të flasësh dhe të lyesh, nuk e di si e bëjnë influencerët e make-upit dhe skincare-it. Kjo është fytyra ime pas përambullimet e mia. My BB cream, që nuk më pëlqen as pak, e kam thënë herë tjetër, është ky mishës, edhe filloj. Është pak më vërtet se ç'do bëj unë, por po të vjen pak më të hapur, mendoj që do ishte kjo është tipike unë. Do ishte shumë i hapur. Ore. Kam marrë shumë shpesh mesazhe që njerëzit. Vogët që më kanë thonë të shkojnë make-up rutinën time, ose se si luem unë. Marrë mesazhe që më thonë se do të më lyeti një herë, dhe gjëra të tilla, kështu që nuk e di çfarë bëjnë përshësim, si duken si këtë kanë fjalë sonara. Që do thotë jo për thate, po me ndihmë. Se di është pak më komplekse s'kaq. Po që e besoj që më dalin bukur make-upin. Baby Got Blush. E vej pak, se du të shikojmë pak mos më shikon, e vej pak këtu dhe sa fillon mollësa, edhe pak poshtë. Mos e bëni të dyja anët për një herë, sepse ngrin dhe mos i hapet. Dhe kjo është pak më e vështirë se sa ngjyra me hapur, për të bërë blend dhe për mos të ndarë si shapar. Shpresoj mos t'ja kem, mos të ndodhi sot. Dhe gjithmonë kur keni blush, vetëm tap dhe jo kështu, sepse hiqni çdo gjë shampoo që keni bërë poshtë në bazë. Kemi të njëjtin lloj në anën tjetër. Gjithmonë njëra nga faqet përfundon me lyrë se sa tjetra. Nuk e di si ja del të bëj këtë diferencim. Por nuk duhet edhe të humb shumë kohë sepse jam shumë vonë. Këto janë ditët që do doja shumë të kisha një Osmo Pocket, se të filmosh në publik është që janë më e shpifur që ekziston. Më jep shumë siklet. Jam super vonë. Nuk mora mëngjes, nuk mora snack. Edhe jam vonë. Jam vesh shumë trash sepse s'do kishte diell. Nuk do kishte diell. Si në stilin onion. Që të kem mundësin që të zhvishem shqyr, si që ka një vapë e të mërshme. Shi, po dhe nuk ka shi. Jam shumë vonë. Së përfundim, unë arrita që të marrë gjëra për mëngjes, të sënuar këtë të lagja, por vazhdoj të jem vonë. Njerëzit janë me roba plazhi, unë me bluzë leshi. Ky është outfiti për sot. Pak keq se kam edhe çantën. Po. Stockwerk 4. Video life. You can continue, no worries. Cool, no, we should speak something. You're saying you're taking
You'll mute it, but who knows? It can backfire us. Yeah, right. Okay, don't say something that is very confidential. Can't believe that this is real. To be going on without you gives me chills. It's a bitter pill. It's a bitter pill. It's a bitter pill. Kështu jemi në fund të ditës dhe tani po vrapoj për të shkuar në Pilates. Tash po filmoj. O zot, sa duket e sa me peqi, s'më është bërë fytyra nga shiu, e nga që kam vënë duret në fytyrë gjithë ditën. Tash po filmoj, por fillon shiu, sa bukur, dhe kam sa mbusha shishën e ujtë. Se jam falë. Si që nuk e kam zakon, jam herët. Unë kam qeqe një vënd që nuk së shkuj zakonisht në studio që nuk është nga social anxiety që unë kam dhe përveja cancel tërë në mëmë se në përpës në këtë ka për një kapi por e cancel dhe po shkoj autos me concert. Liebe Fahrgäste, hier im Fahrzeug gilt, Lautsprecher aus, Kopfhörer an, damit alle nur das hören, was sie hören möchten. Danke. Please do not disturb. Pasi ka pak të videon për të qenë fani, mua më zuri. Se qoftë nuk e dini, mua më zë gjako. Kjo video që në pamje të parë duket pa kuptim, ose shumë rastësore, është kapur për arsye nostalgjike. Këtu ka pasur shtëpinë time të parë në menim. Triggering. Unë sa mbarova pilatesin, duhet jam shpërfytyruar totalisht. Nuk për ato të video brenda në klasë, sepse nuk lejoheshin telefonat dhe zysha ishte shumë strikte. Zysha më pëlqeu shumë, edhe kuptova pse kur kuptova që ajo ishte nga Amerika Latine. Po përtoj të nxjerr këtë çadrën. Në fakt është 5-6 stacione larg shtëpisë time. Nuk e di, është pak larg që të vi përsëri, po zysha më pëlqeu shumë. Po ç'a ndodh në këto zyshat e pilatesit është që nuk japin mësim vetëm në një vend, kështu që unë do kërkoj ku tjetër jep mësim kjo. Po unë jam shumë pa fat sepse shtëpia që kam tani është afër me shumë gjëra, po me asnjë zonë ose klasë pilatesi, kështu që filmoj çdo vend që është nga 30 minuta larg. Nuk e di ç'a mund të dali nga kjo video, sepse mendoj që nuk kam tregu as ç'a kam ngrënë, as ç'a kam bërë, thjesht që po kaloj në një zonë. Kam treguar qellin që është totalisht gri. Nuk ishte shumë ndihmuese dita sot. Kam edhe një mal këtu. Është pjesë e Alpeve bavarese. Mal këtu. Për të shtëpia. La. Sa pas ka ikur, sa qep. Do 15 minuta. Interesante. Semaforët. Kjo duhet të komentuar në flakun tim, është ngjarje e rrallë. Pazar Nepsi. Edhe pse unë po vdisja për bukë, vendosa që të bëj 5.000 hapa të mbasdites. Ishte një tyre shumë e gjatë, por me sa duket truri është mjaftueshëm i fuqishëm që të harroj që e merr uria. Momenti im i preferuar i ditës është kur unë thjesht ulem në divan dhe merrem me rrjetet e mia sociale. Scrolloj pak, nëse nuk kam asgjë për të bërë më pas,
mund të përhumbem aty. Por si që shikoni Irën detyra e thërret dhe duhet të kontrolloja disa emaile, të shikoja disa mesazhe që nuk i kisha parë gjatë kohës së punës, shumë pak, mos mendoni shumë. Dhe më pas, Piushi më kishte dërguar një pyetësor që donte gruaja e tij për një detyrë që ka. Edhe kaq. Duket sikur po bëj një punë shumë serioze, por në fakt nuk është aq.